Mirëmëngjes të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sipas rezultateve preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje po prin në zgjedhjet e parakohshme parlamentare me 42,92% të votave pas numërimit të 99,40% të vendvotimeve. PDK renditet e dyta me 21,6%, LDK e treta me 17,61%, ndërsa AK ka fituar 7,18% të votave. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte 36,38%, më e ullët krahasuar me zgjedhjet e dhjetorit të 2025-s. Rezultatet përfundimtare pritet të plotësohen pas numërimit të votave të diasporës, votave me kusht dhe atyre të personave me nevoja të veçanta. KQZ ka njoftuar se sot nis numërimi I votave për kandidatët për deputet në të gjitha qendrat komunale të numërimit. Kryetari I lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti shpalli fitoren në tubimin në Prishtinë pak orë pas mbylljes së procesit zgjedhor. Ai deklaroi se kjo dekadë I takon qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje, duke theksuar se partia e tij ka fituar 5 palë zgjedhje parlamentare në më pak se 7 vjet. Ai bëri thirrje opozitës që të kontribuojë në funksionalizimin e shtetit. Kjo është fitoria e 5 televizjes në zgjedhjet parlamentare. Kemi fituar në vitin 2019, kemi fituar në vitin 2021, kemi fituar 2 herë në vitin 2025, dhe fituam përsëri në vitin 2026. E pra, të dashur qytetarë, të dashur qytetar, ky është edhe një konfirmim I radhës që së paku kjo dekadë, e unë besoj edhe shumë më shumë se kaq, është e qeverisjes së lëvizjes. Prandaj edhe në këto zgjedhjet e 5 parlamentare, për pak se 7 vjet, u dëshmua që të gjithë garojnë, shumica votojnë, e ne fitojmë. Ndërkohë nën kryetarja PDK-s Vlora Qitaku në paraqitjen e saj pas zgjedhjeve tha se PDK ka konfirmuar mbështetjen e elektoratit të saj dhe pret rezultate përfundimtare nga KQZ-ja, duke shtuar se partia pret të ketë më shumë deputet në Kuvendin e Kosovës. Ajo ka deklaruar se pjesëmarrja më ullët në zgjedhje përbën një protestë qytetare ndaj qeverisjes aktuale. Qitaku tha se mungesa e rreth 200.000 votuesve në procesin zgjedhor tregon zhgënjim të madh të qytetarëve. Kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku ka deklaruar se partia e tij ka shënuar rritjen më të madhe në këto zgjedhje, duke kaluar nga 13% në rreth 18% të votave. Ai tha se rezultati është fryt I një fryme të re politike dhe I bashkëpunimit me Vjosa Osmanin, duke cilësuar atë reflektim të një bashkimi të gjerë qytetar. Ndërka që Vjosa Osmani tha se do të angazhohen për formimin e institucioneve, duke vlerësuar procesin zgjedhor dhe duke theksuar se pjesëmarrja më e ullët lidhet edhe me lodhjen e qytetarëve nga zgjedhjet e shpeshta. Kryetari AK-s Ardian Gjini ka vlerësuar rezultatet e para zgjedhore si një nisje të jashtëzakonshme për subjektin që përfaqëson. Ai falenderoi qytetarët për besimin e dhënë, duke theksuar se AK do të vazhdojë të angazhohet për një Kosovë më të mirë për qytetarët e saj. Gjini tha se ata që I kanë besuar vizionit të partisë nuk do të zhgënjehen nga përfaqësimi I saj në të ardhmen.
Policia e Kosovës ka njoftuar se zgjedhjet e parakohshme kanë kaluar në mënyrë të qetë dhe pa incidente serioze, fal planit operativ dhe angazhimit të mbi 6.300 zyrtarëve policor. Po ashtu, policia ka trajtuar 53 informata të ndryshme, por pa elemente për procedim të mëtejshëm, duke vlerësuar se procesi është zhvilluar në ambient të sigurt dhe stabil. E prokurori i shtetit ka njoftuar se gjatë procesit të votimit janë evidentuar gjithsej 17 raste penale që lidhen me shkelje të së drejtës së votimit. Sipas njoftimit, 5 persona janë ndaluar ndërsa 12 të tjerë janë liruar në procedurë të rregullt. Rastet janë regjistruar në Prishtinë, Prizren, Pej, Ferizaj dhe Mitrovic-Veri, ndërsa mbi 100 prokuror janë angazhuar për monitorimin e procesit zgjedhor dhe do të vazhdojnë kujdestarin edhe gjatë numërimit të votave. Të nderuar shikues, kjo ishte tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Mirupafshim.